Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Falenderojmë Zotin e Madhnuar. Salavatet ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve të tij dhe gjithë atyne që e kanë pasur dhe e pasojnë me mirësi deri në ringjallje. Pra jemi në vazhdimsi sqarimit librit të Tauhidit dhe kemi arrit te kapitulli i syefaqësisë. Thot autori ka thënë bab ma jaa fi riya. Thot ar-riya arabisht quhet syefaqësia, ose si shtojnë popullit e nam me bën një punë për syje faqe. Thot me pas për qëllim që tjerët më të lavdëru, ndërsa me harru që punë duhet më u bën për i Zotit dhe për hir të Allahut mënu. Pra fjala ar-riya arabisht rrjedh prej ra'a yurai, që don me thonë me bën një punë për më të pa tjerë. Thot kështu e ka kuptimin. Me bën një punë për më të pa tjerë, ose më thon tjerë se filani po bën kështu, ose filani po jep, ose filani po falet e kështu me radhë. Do çdo punë e cila rrjedh pe kësaj bindje, atëherë është punë e cila ka syefaqësinë ta. Dhe siç do ta kuptojmë vijim, do të kjo punë nuk është e vlefshme te Allahu i Madhnuar. Kjo e para. E dyta, do të me ditë se syefaqësia nuk është moral i besimtarit. Syefaqësia nuk mundet me qenë realisht moral i besimtarit dhe cilësia e tij. Ka se syefaqësia ka qenë prej cilësive të hipokritëve në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Siç e ka përshkruar Allahu gjendjen e tyre në Kur'an, ku ka thënë wa idha qamu ila salati qamu kusala. E kur ata ngriteshin për namaz, ngriteshin si për tac, duke pritur. Pastaj ka thënë Allahu i Madhnuar, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Dhe këtë e banin që me i pa njerëzit. Do të jo pse janë çu me u fal për hir të Zotit, mirë po këtë e kanë bën veç me i pa njerëzit që po falen dhe me i konsideru pej muslimanëve. Dhe nuk e përmendin Allahun vetëm se do të një përmendje të vogël, me një përmendje të vogël. Do të besimtari fillimisht do të me pas këta parasysh, se syefaqësia nuk është prej cilësive të besimtarëve. Do të është e veçuar dhe është cilësie jo besimtarëve apo hipokritëve, që në zemrën e tyne do të kanë një bindje tjetër, ndërsa do shfaqin jashtë në punën e tyre diçka tjetër. Sa i përket syefaqësisë, ne do të sqarojmë do të dy aspekte. Do të dispozitën e saj në shariat dhe aspekti tjetër, çfarë dispozite ka ibadeti në cilin ka syefaqësi. Fillimisht dispozita e syefaqësisë do të dihet. Është nga shirku i vogël Allahu na ruaj. Do të me shariatin ton, syefaqësia konsiderohet shirk i vogël. Dhe shpesh ne e kemi thënë se kur i thojmë shirk i vogël, mos mendon dikush sa punë shumë e thjeshtë. Hajtë se shirk i vogël është. Përkundrazi, sahabit e kanë konsideruar shirkun e vogël më të rëndë se mëkatin e madh. Do të shirku i vogël tek ta ka qenë më i rëndë se sa një mëkat i madh. Siç ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thënë sikur të betohem në Zotin rrejshëm, është më e dashme për mua se sa me u betu në dikan tjetër përveç në Zotin. Pse? Me u betu në Zotin rrejshëm është gjuna, është mëkat. A me u betu në diçka tjetër përveç se në Zotin është shirk i vogël. Dhe për këtë arsye më e dashme ka qenë gjunahi se sa shirku i vogël. Pra në dispozitën e shariatit është shirk i vogël. Mirë pa Allahu na ruaj. Ulemaja kanë thonë, nëse një person e përcjell vazhdimisht syefaqësia, do të në gjitha veprat e tina, atëherë konsiderohet shirk i madh dhe del prej fesë. Pra konsiderohet prej hipokritëve, Allahu na ruaj. Ndërsa nëse ata do të përfshin ndaj punë e tina, do syefaqësia përfshin vetëm ndaj punë tina nganjëherë, atëherë ky konsiderohet shirk i vogël. Por nëse e përcjell vazhdimisht punën e tij syefaqësia, kjo pra konsiderohet dalje prej fesë. Ka se llogaritet shirk i madh, Allahu na ruaj. Do të kjo ishte dispozita e tij. Dispozita e saj do syefaqësi.
Po çfarë dispozite ka ibadeti në cilin bëhet syfaqësia? Për shembull, një person është duke u fal. Dhe ka mashtruar shejtani i mallkuar dhe në këtë namaz e ka përzi jetën e tij me syfaqësi. Atëherë ky namaz a është i pranuar komplet, a është i refuzuar komplet, apo një pjesë është e refuzuar me një pjesë e pranuar. Këta do ta kuptojmë siç e ka sqaruar ky hoxha i nderuar, Sheikh Uthejmini, Allah e pashëru, dhe i ka cek 3 pika për këta. E para ka thonë, nëse në vepër pej fillimit deri në mbarim, nëse vepra përcjellet pej fillimit deri në mbarim me syfaqësi, ajo vepër është e refuzuar. Për shembull, ka hyrë dikush me u fal në xhami. Dhe në momentin që ka hyrë në xhami, ka pas prezant dika në xhamiat. Dhe në momentin që ka marrë tekbirin fillestar, ka filluar me zbukuru namazin e tij deri në fund. Do të komplet vepra e tij ka qenë me syfaqësi. Do të kjo s'ka fjalë, është e refuzuar dhe nuk pranohet kjo vepër te Zoti i Madhëruar. Pastaj ka thonë kategoria e dytë është nëse syfaqësia fillon mrena veprës, e ke nis për i Zotit. Mi po mrena veprës është shfaq syfaqësia. Për shembull, ke qenë duke u fal namaz në xhami fi kalli vet. Po në moment ka ardhur një njeri, në recatën e dytë kur e ngrit, ka kërsit dera atje, shkrak. Edhe ti tash e ke kuptuar që ka hyrë dikush. Ke filluar me zbukuru namazin ta. Dhe këtu ka filluar syfaqësia. Do t'je drejtu, i ke lidh dur pak më mirë, e ke ul shikimin. Tash këto gjeste që ti po i ban, nuk e ti bë për i Zotit, por i ban për shkak të atij personi që po të shikon tash. Tash kjo vepër, a llogaritet e prishun, apo pranohet një pjesë që ka qenë për i Zotit apo jo, ulemaja këtu veprat i kanë ndarë në 2 pjesë. Do të pika 2 ndahet në 2 pika tjera. Kanë thonë nëse vepra është e lidhur me përfundimin e saj, ka dallim. Nëse vepra nuk është e lidhur me përfundimin e saj, ka dallim. Do të ka dispozit tjetër. Për shembull, nëse ke një xhami e fal, një recat e ke fal për i Zotit. Mirë po në dytën recat ke fillu me shfaq syfaqësi. Kanë thonë ulemaja, nëse arrin me mposh syfaqësi dhe me kthy mendimin prap që e tu fal për i Zotit dhe përfundon namazin duke qenë i sinqert ndaj Zotit, kjo vepër është e pranuar. Po edhe nëse ke nis me sinqeritet, po e ke përfundu me syfaqësi, duke mos mujt me largu syfaqësin, atëherë kjo vepër komplet humbet, nga se fundi i namazit lidhet me fillimin e tij, nga se është një vepër që s'mund ndahet në 2 pjesë. S'mund një recat mund nda vet, recatja e dytë vet. Do të është vepër cilës funi i lidhet me fillimin e saj. Amo nëse vepra është e ndodhme, për shembull sadaka, unë tash për shembull ku vendos me i dhon 100 euro sadaka. Edhe i marr 100 euro për shtëpisë edhe dal. Jap 10 euro për i Zotit, 10 euro për i Zotit aty. Po kur më ka 60, tu ja von njënit e shon njëri të ardhë të më shiku. Atëherë është 3 euro pak më shumë. Do të 60-ën, do të herën e 6 kur kum dhon sadakë tash, nuk e kam për i Zotit se ndikoj syfaqësia. Tu tash fillimi është në rregull, se nuk lidhet funi i veprës me fillimin. Do të vetë që kjo 10 euro shoh, ty ka më të llogarit me syfaqësi. Ato 50 më herë që ai ke dhënë për i Zotit, ato mbeten për i Zotit. Do të është e qartë, do të pika para dhe e dytë. Pra nëse vepra është e lidhur me fundin e saj, atëherë nëse përfundon me syfaqësi, edhe nëse ka qenë në fillim për i Zotit, vepra është e refuzuar te Zoti i Madhëruar. Po nëse vepra nuk lidhet me fundin e saj, me përfundimin e saj, atëherë ata që e ke bërë për i Zotit konsiderohet për i Zotit, ata që e ke bërë për syfaqësi konsiderohet për syfaqësi, Allahu na ruaj. Dhe e treta është kur njeriu masi ta bën veprën, shfaqet syfaqësia. Për shembull, e ka fal namazin komplet për i Zotit. Mirë po masa nena
do të nin vete një farë knatësie që unë u falë edhe tjetë në pas kam po këtu. Se ka di që jo konë dikush prezent. Mirë po kjo kanë thonë djetarë nuk hinë sy e faqësi, namazë është tamam. Mirë po shka mund më konë këtu, nëse thot fillon me shfaq veprën e tij tek tjerët, atëherë këtu hinë me një kategori tjetër quhet arabisht suma. Do të me fol për veprën tonë që e ke bën. Ose për shembull dikush fal namaz natë s'mund me të pa tjerë që i të fal. Mi po kur të ngritet mëngjes, e gjan një shkas që me tregu që ai është fal natë. Për shembull thot, a e keni një kanë tre një të kris me diçka ka kris shumë. Unë e kesh të fal edhe e nita. Do të nuk tregon direkt, po e gjan një shkas që me tregu se ai ka qenë të fal namaz natë. Do të vepra kur është kry ka qenë këtë në rregull, për i Zotit. Mi po pastaj shejtani ka bisedu mbi ta, edhe e shtyn me tregu se ai ka fal namaz natë. Do të kjo është ndaluar rrepsisht. Mirë po, nëse nal vetën dhe nuk fol për veprën e tij, vetëm është i kënaqur me veprën e tina, atëherë kjo s'ka të keqe, nga se ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam me një hadith se ka thonë ka e gëzon puna e mirë e tij, edhe ka e hidhron mëkati i tij, ka thonë ky është besimtari tamam. Do për shembull dikush fal 5 kohë namaz, agjeron, do t'i kryen obligime që ka kërku Zoti, për i Zotit, këtë në rregull. Dhe kënaqet në vete që ka arrit me bën këta, po edhe mëkatet kur t'i ban, hidhrohet në vete, pse e rash mëkate, ka thonë pejgamberi, ky është tamam besimtari. Ky është tamam besimtari. Do të kjo s'ka lidhje me sy e fatësi. Po ashtu kur është vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam se dikujna do thot i përfolën veprat e tina në dynjat, për shembull përfolet filani mashallah po fal ke mirë, ai falet për i Zotit. Mi po tjerë të folin për veprat e tina, pejgamberi sa më ka thonë, ky është përgëzimi i tina pen dynjat, për veprën e tina të mirë. Do thot këto janë 3 kategoritë e sy e fatësisë. Do të e para nëse vepra fillon pej fillimit me sy e fatësi dhe mbaron, atëherë është e refuzuar te Zoti. E dyta, nëse vepra fillon për i Zotit, mirë po përfundimi i saj bëhet me sy e fatësi, duke qenë funi i lidhur me fillimin e veprës, atëherë vepra është e refuzuar. Nëse arrin me jek sy e fatësin, vepra pranohet te Zoti komplet. Do të pika e dytë, në pikën e dytë ke nëse vepra nuk është e lidhur funi me fillimin e saj, atëherë ajo që jo bë për i Zotit pranohet, ajo që s'është bë për i Zotit pranohet, dhe e treta, më u kënaq besimtari me veprën e tina, edhe tjerët me fol për veprën e tina, përderisa ky nuk livdohet vetëm me veprën e vet, atëherë këtu s'ka sy e fatësi. Pastaj autori Allahu mëshiroft i ka sjell disa ajete dhe hadithe sa i përket sy e fatësisë. Pej ajeteve që i ka sjell, është ajeti në surën Al-Kahf, ku Allah i Madhun ka thonë, jo, besa para këtij është një ajet tjetër, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka urdhëruar Zotin me thonë, kul innama ana basharun mithlukum. Ka thonë thuaj o Muhammed, unë jam njeri sikurse ju. Do të ka urdhëruar Zoti dhe e ka mësuar që kështu më i thonë ummetit tina. Thuaj o Muhammed se unë jam pejgamberi i Zotit, mirë po jam njeri sikurse ju. Do të ha, pi, flej, do të kam nevoja cilat i keni edhe ju. Juha i leje. Mirë po, mua më shpallet pe Zotit. Do të aja që më dallon mua pe juve o njerëz, është vetëm se Allahu më ka dallu me shpallje. Jo pse unë jam krijes tjetër, ose i përkas me lajke, ose jam një pjesë e Zotit, Allahu na ruaj, çu shmenojnë të krishtert. Jo, thjesht unë jam njeri sikurse ju. Mirë po ajo që më dallon mua pe juve, është pikërisht se Allahu mua më ka shpallje. Ilahukum annama ilahukum ilahun wahid. Dhe se Zoti ju është i vetëm dhe një. Dikush mundet me pyet pse autori e ka sjell çeta jetë në kapitullin e sy e fatësisë. Kanë lidhshmëri, ky ajet ka lidhshmëri me kapitullin e sy e fatësisë. Për çfarë arsye? Nga se
Ka dash me thonë autori me këta jetë se çdo ibadet ti që e ban, nuk guxon me e bashku askan në ibadetin tan, jetin tan me Allahun e Madhëm. Edhe nëse ai është pejgamber, edhe nëse ai është melek, edhe nëse është njeri shumë i ngritur te Zoti i Madhëm. Pra kur pejgamberi alayhis salam ju ka thonë njerëzve, unë jam njeri si ju, vetëm se Allah më ka shpall mua. Pra as mua nuk ja vlen me unë përzi në veprat e juve me Zotin e Madhëm. E kur pejgamberi alayhis salam nuk e meriton një gjë të tillë, atë njerëz të tjerë janë shumë më të arsyeshëm që mos me u përzin këtë çështje. Pra kjo është lidhshmëria e ajetit me kapitullin e syfaqësisë. Pra çdo vepër që e bën besimtari nuk guxon me e përzi dikant tjetër me Zotin e Madhëm. Përndryshe del shirk i vogël ose ndodh me u bë shirk i madh, pra del syfaqësia, Allahu na ruaj. Pastaj autori Allah e mëshiroft ka sjell një hadith prej Ebu Hurajras radiallahu anhu, që tregon Ebu Hurajra për një hadith që pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka tregu prej Zotit Madhëm, dhe këtyne i thonë hadithe kudsie. Do të dallojnë prej hadithe që i ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Çfarë ka thonë Allahu në këtë hadith? Ka thonë ana aghna shuraka'i ani shirk. Ka thonë unë jam më i panevojshëm për shok. Do të Allahu i Madhëm nuk ka nevojë për shok. Nuk ka nevojë për ndihmës. Nuk ka nevojë për asgjë. Qase Allahu është i plot fuqishëm, është i gjithdijshëm. Do të Allahu s'ka nevojë për asgjë. Pastaj ka thonë: "Men amila amalan ashraka ma'i fihi ghayri", ai thotë që bën një vepër. Dhe në atë vepër thotë mbashkon jetën e tij mu me dikën tjetër. Do të ai musliman që e bën një vepër, edhe në veprën e tina ka për qëllim Allahun e Madhëm dhe ka për qëllim dikën tjetër, çfarë thot Allahu në fund këtij hadithi kutsi? Taraktuhu wa shirke. Thot unë e kum lan personin që e bën këtë vepër dhe e kum lan veprën e tina. Që do të thot çdo vepër që në tan ka syfaqësi, do të është i përzim dikush tjetër me Zotin e Madhëm, do të ajo vepër është e refuzuar te Allahu i Madhëm. Për shembull, një shembull shumë të thjeshtë. Nëse ne falmi namaz, mirë po me çfarë niyeti e falmi namazin? Fillimisht thot e di që është farz i Zotit. E fali për i Zotit. Mirë po, për falja dhe mund po tjerë. Në thonë që filani po falet, filani pe i di rregullat e namazit, filani del me kohë në xhami. Tashti niyetin e tina e ka përzi diçka tjetër me Allahun e Madhëm. E për këtë Allahu ka thonë, unë e kum lënë atë person, edhe e kum lënë punën e tina. Do të çdo niyet i cili është i përzir, atëre vepra është e refuzuar te Zoti i Madhëm. Për këtë arsye besimtari do të më qenë i sinqert. Çdo vepër që e bën, çdo ibadet që e bën, duhet me largu syfaqësinë prej tina. Dhe me qenë vepra e tina vetëm për i Zotit Madhëm, vetëm për hir tina, dhe kjo do t'i bëjë dobi në ditën kur do dalmi para Allahut Madhëm. Çfarë përfitojmë nga kjo hadith? Sheikh Uthaymin Allah e mëshiroft, i ka cek disa pika që përfitohen nga ky hadith kutsi. E para ka thënë, çka përfitojmë prej hadithit është se Allahu i Madhëm është i panevojshëm për askën. S'ka nevojë për asgjë. Ka sa është i vetë mjaftueshëm Allahu i Madhëm. S'ka nevojë as për njerëz, as s'ka nevojë për pejgamber, as s'ka nevojë për melek, as për kërkan. Është i vetë mjaftueshëm. Është i gjithdijshëm, është i gjithfuqishëm. Çdo sen është në dorën e tij. Kjo është e para. E dyta, tregon se sa do hak të vërtet ose hak të madh kem ne ndaj Zotit Madhëm. Ka se nuk guxojmë asnjë vepër me përzin jetën tonë me Allahun e Madhëm. Për shembull, sikur se Allahu ka kriju vet, të furnizon vet, të fal fëmijë vet, ti mundson këtë gjanat me jetu në tokë vet, ashtu edhe ti dush me veçu veç ata me adhurim. Ashtu siç ka kriju ai vet, edhe ti dush me adhuru vetëm ata.
Pika e tretë thot, në bënë të qartë se vepra e cila ka syfaqësi është e refuzuar te Zoti i Madhnuar. Pika e katërt na i tregon dispozitën e syfaqësisë dhe tregon se vepra e cila përcjellet me syfaqësi është e refuzuar te Zoti i Madhnuar. Dhe e pesta na bën me dije ky hadith se Allahu i Madhnuar vazhdimsi vepron. Dhe vepron çfarë do. Do të momentin që një njeri do të përzin dikant tjetër me Zotin në adhurimin e tij, Allahu ja refuzon këtë vepër, do të vepron Allahu i Madhnuar dhe në vazhdimsi Allahu vepron çfarë don dhe si don ai dhe si përket madhnisë tina. Pastaj ka treguar autori se pejgamberi alayhi salatu wassalam është frigu për ummetin e vet nga syfaqësia ma shumë se është frigu për Dejjallin. Do Dejjalli konsiderohet fitnja më e madhe që ka me arritu. Fitnja më e madhe për njerëzit. Po dhe më shumë se prej Dejjallit është frigu pejgamberi alayhis salam pikërisht për syfaqësisë. Siç e ka sjellë autori këtë hadith me tregu se sa më rëndësi është, dhe ky hadith realisht e ka një ngjarje. Tregon sahabiu i nderuar Ebi Said radiallahu anhu, thot kem qenë tu debatu me sahabit për çështjen e Dejjallit. Daljen e Dejjallit, fitnën e tina. Thot, pastaj tek ne ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe na ka thonë, a doni me ju tregu për çka frigohem për juve? Ma shumë se prej Dejjallit, kam frikë për juve, për diçka e cila është më e rëndë se fitnja e Dejjallit. Patyshim që sahabit ka thonë po i dërguar i Zotit. Atëherë ka thonë esh-shirku el-khafi. Ka thonë frigohem për juve për shirkut mshefun. Që është për qëllim syfaqësia. Nëse shirku dohet dy kategori. Do të shirku haptas dhe shirku i mshefun. Qysh mund më kanë shirku i haptas? Kur të folni, për shembull, betohemi ndikant tjetër përveç se në Zotin. Kjo është shirk, po shirk që ndëgjohet, do të është i hapur. Ndërsa syfaqësia është shirki i mbrëmshëm, cilin nuk e din askush vetëm se Zoti i Madhnuar. Për këtë arsye, shumë ajete na kanë ardhur në Kur'an ku thot Allahu i Madhnuar, "Yawma tublas sarair", atë ditë, do të ditën e Kiametit, kur do të shfaqen thot fshehtësitë, cilat kanë qenë në zemrat e njerëzve, në gjoksat e njerëzve. Nuk i ka ditë ato askush. Për shembull, ndoshta kumor janë fal ton jetën për më pa tjerë. Ndoshta tjerë këtë kanë menuar që jam të falën për izat Zotit. Ama Allahu i Madhnuar i din këto gjëra. Kur dalmi para Allahut, Allahu ka thonë atë ditë do të dalin shesh këtë fshehtësitë e njerëzve. Nuk ka më fshehtësi para Zotit Madhnuar. Pastaj ka thonë me një ajet tjetër, e fela ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Vërteta nuk e din se kur nuk e din pra Allahu i Madhnuar se kur të nxjerrën njerëz prej varreve, do të padyshim e di. Pastaj ka thonë wa husila ma fi sudur, dhe do të sjellet, do të paraqitet ajo e cila është mshef në zemrat e njerëzve. Do të pikërisht syfaqësia. Do të nëse njeriu ka qenë do të me syfaqësi në veprën e tina, atë në ditën e Kiametit para Allahut Madhnuar nuk mundet me u mshef kjo. Është mshef në prezencë njerëzve, mi po jo në prezencën e Allahut Madhnuar, kur do të dalësh para tij dhe do të llogaritesh para Allahut Madhnuar. Pra pe asaj që është frigu pejgamberi alayhi salatu wassalam, është pikërisht shirku i fshehtë. Është quajtur pra shirku i fshehtë, nga se fshehet do të njetin në zemrën e njeriu dhe nuk mundet me arrit ata askush përveç Allahut Madhnuar, dhe për këtë është quajtur i fshehtë, do të shtut pejgamberi ka pas frikë për shirkun e msheft, më shumë se sa ka pas frikë për Dejjallin që do të del dhe do t'i sprovoj njerëzit, Allahu na ruaj prej fitnës tina. Po ashtu, ja kish vlet ndoshta me u ndal te Dejjalli, me cek një sen shumë me rëndësi, pasi që ditëve të fundit ose kohëve të fundit, është duke e sjell nëpër internet një hoxh, ndoshta e keni një zonin, Imran Hussein. Imran Hussein. Është një hoxh, do të folë gjuhën angleze, thotë se ka qenë detektiv në një vend e ku e diu në çka,
dhe tashti është bë hoq. Dhe shumë prej vllaznive më kanë pyet, a ban me ngu ligjëratat e tij apo jo? Nga se i ka të ligjërata shumë interesante. Do t'i sjell do fakte shumë interesante. Mirë po pej defektet që ka ky hoq është pikërisht një pej meselave që neve na ra këtu do të dëgjallin. Ai e mohon ardhjen e dëgjallit. E mohon ardhjen paraqitjen e dëgjallit. Mi po thot dëgjalli është do të arriturat që sot janë tokë edhe përmes tyre bëhet fesadin tokë. Për shembull interneti ose televizori ose gjëra të tjera. Do të kështu ai e komenton. Ndërsa harron se sa hadithe janë fol për dëgjallin, do të harron se këtë pejgamber e kanë paralajmëruar popujt e tyre për dëgjallin dhe i komenton gjitha këto hadithe me logjikën e tij. Sheikh Uthemini për ata të cilët mendojnë se soje e ka sjell një ajet. E ka sjell ajetin wa ma qadarullahi haqqa qadrihi. Ata thot nuk e kanë vlerësu Allahun me vlerësimin që e meriton. Ka se nuk jam mërmendja atyne me ardh një njeri me ngjall njërin, pastaj me vdek njeri apet ky me ngjall. Ose nuk jam mërmendja atyre se një njeri me ardh pej pasardhësve të Ademit dhe mi thon tokës që te bereqetin dhe qet. Mi thon qiellit lëshon shi. Nga se hadithet ata i komentojnë bazë logjikës tyne. Amo harrojnë se Allahu i manum për shëngjendje me e bon çdo sen. Mjafton me i thon bëhu edhe ajo bën. Pra kjo ja ka vlen ndoshta me ucek për shkak se do të shumë prej vllaznive kanë pyet për këtë njeri dhe unë kisha këshilluar që mos me ngu ligjëratat e tina, se është një njeri i devijuar. Dhe thjesht Allahu e di se çfarë ka për qëllim ai njeri, pasi ka qenë ta gjend një kohë gjatë me një shtet diku jashtë, tashkin se është bëhoj, Allahu alem se çka është qëllimi i tij. Mirë po, ne nuk e dim çam shef në zemër. Mi po mbas të asaj që fol, ne i thëmë se është i devijuar për shkak se mohon hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj autori ka sjell një hadith tjetër që e ka sjell për librin e tauhidit, një hadith ku pejgamberi alayhi salatu wassalam e sqaron se çka është shirku i fshehtë. Kur e ka vetë pejgamberin alayhi salam, do realisht vazhdimi i hadithit. Çka është shirku i fshehtë i dërguar i Zotit? Ka thënë ngritet njeri edhe falet dhe zbukuron të namazin e tina për me e pa tjerë, për me shiku tjerë. Do të kjo është shirku i msheft. Do të çdo vepër që bëhet për më të pa tjerë, do të kjo është shirku i msheft. Allahu na ruaj prej vesëve do të tilla. Pra kjo është syfaqësia që besimtari duhet me pas kujdes prej saj dhe duhet me urujt në veprat e tina. Ka se si që kuptum pe i hadithet kudsi, gjdo vepër e cila për cilët me syfaqësi, aja është vepër e refuzume të Allahu i manum. E lusin Zotin e manum që mos na baj prej atyre që veprat e tona i përcjellin me syfaqësi, po të na baj prej atyre sinqertëve dhe muslimani duhet me dhanë munin maksimum për me pas bindjen e tij të pastër. Siç ka thonë njëri prej të parëve tanë, të selefit, ka thonë mundin më të madh që e kum dhanë une është me pastru jetën tem. Dhe ajo që më ka munu më shumë ti thotë. Nga se sa herë thot kum mendu që e kum mujt, ka dalë thot me një ngjyrë tjetër. Sa herë kum mendu që e kum arrit me mujt, thot ka bim me një bim tjetër. Allahu na ruaj. Kur ata kanë thonë kështu, po çfarë mbetet për neve? Ose kur pejgamberi alayhis salam ju ka thonë sahabive, gjeneratës më të parë, ka unë frigohen për juve për i shirkut më shehun, çka pritet për neve? Pro na do të më kanë edhe më shumë, me dhonë mundin edhe më shumë, për me luftu këtë dukuri dhe këtë cilësi shumë të keqe. Dhe në fund, po e cekë një hadith i cili ka ardhur pikërisht për syfaqësinë, cilin nga ka tregu pejgamberi alayhi salatu wassalam se në ditën e Kiametit, kur të sjellën njerëz para Zotit në numër, dhe siç ka treguar Allahu në Kur'an, falni pejgamberi alayhis salam, Allahu ka me I fol çdo njëri prej neve, pa ndërmjetësues, pa përkthyes. Çdo njëri ka mu ballafaqu me Zotin e tij. Dhe ka me pyet Zoti I tij për veprat e tij. Do të sjellët ditën e Kiametit ai I cili ka mësuar Kur'anin.
do të leximin e tij, kuptimin e tij. Me fjalë ka mësu fen. Mirë po, qëllimi i tij na ka qenë dynjaja, jo ahireti. Dhe thot e pyet Zoti i Madhum, thot çfarë ke bën me ditunin që ta kum dhënë? Thot o Zot, ja kum mësu tjerëve Kur'anin. Thot i kum komentu tjerëve Kur'anin e kështu me radhë, ja kum shpjegu librin tam. Allahu thot po gënjen. Thot ke mësu, ke knu, më thon tjerë që po knën, ose ke mësu, më thon tjerë që po din. I urdhon me lajket, thot merrni dhe hudhni me fytyrë në xhenem. Për çfarë arsye? Nga se vepra e tij ka qenë e përcjellur me sy faqësi. Pastaj thot sjellët ai i cili ka dhënë sadak, ka pas pasuni të madhe dhe ka dhënë. Dhe pyet Zoti i Madhum, thot çfarë ke bën me pasuninë që ta kum dhënë? Thot o Zot nuk kum lënë rrugë dhe vend që dash me dhënë, vetëm se thot kum dhënë për fytyrën tonë. Allahu thot po gënjen. Ke dhënë, më thon tjerë filani bujar, filani dërshlir, filani dërdhans. I urdhon me lajke thot merrne dhe hune me fytyrë në zjarr xhenemit, Allahu na ruaj. Pastaj vihet ai i cili ka luftuar dhe është myt në front në xhihad. Dhe del para Zotit i Madhum dhe e pyet Zotin i Madhum, thot çka ke bën me jetën që ta kum dhënë? Thot o Zot, kum luftu për hir tonë, derisa jam vrarë. Thot po gënjen. Ke luftu më thon tjerë që filani është shtrim, filani është i fuqishëm, fulani është i shkath e kështu me radhë. I urdhon me lajket, thot merrni dhe hudhni me fytyrë në xhenem. Para mendoni vllaznik të tri vepra. Veprat më të çmume që mund mi bën një musliman. Me mësu fenë e tina, me dhënë pe pasunisë tina dhe në fund me dhënë jetën e tina. Po edhe nëse çto vepra që janë më të çmume te Allahu i Madhum, më të ngritura te Allahu i Madhum, për cilën me sy faqësi te Allahu janë të refuzuar. Dhe përfundimi për to është xhehenemi, Allahu na ruaj. Për këtë arsye është frigu pejgamberi alayhis salam për sy faqësi, më shumë se është frigu për dejall, për daljen e dejall. E lutim Allahun e Madhum që të na bëjë prej atyre që nuk i bëjmë veprat tona për sy e faqe, mirë po i bëjmë vetëm për hir të Zotit të Madhum, dhe doja jonë e fundit është falënderimi i takon Zotit të botëve. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.